Kryeministër, jemi tek bloku I banimit, ajo që quhet zona e pateve Moskat. Kjo është rruga Nën Zakoçajupi, I gjithë bloku është rehabilituar. Problemi kryesor këtu kanë qenë ujërat e zeza, të cilat për shkak të bodrumeve që ishin në nivel në rast të shiu ishte problematike. Këto gropa që shikoni këtu janë të pusetave që do jenë në nivel, që është elementi I fundit që bëhet. Sot po bëjmë një pjesë të mobilimit urban. Po ta shikoni dhe aty, janë stolat që kemi vendosur, edhe një çik si pengesë që makinat mos pengojnë hapësirën publike dhe të parkojnë mbi trotuar, barierë fizike. Ajo që kemi bërë gjithashtu, këtu nuk kanë ekzistuar trotuarët, kështu që trotuarët që na aq hapësirë sa na është dhënë pa ngushtuar rrugët, të gjithë trotuarët janë të rinj. Broma. Si jeni? Ajo që nuk duket është që të gjitha instalimet poshtë për kablët e internetit, e telefonit janë të instaluara deja, kështu që për çdo nevojë për instalime të reja nuk do ketë çarje rruge apo të tilla dëme. Po ta shikojmë, të dyja trotuaret janë të shtruara të reja dhe në brendësi të pallateve. Cioè, un duk si kështu, si Batania, që nga Maçok. Maçok është apo Maçok? Nga personazh. Është personazh është banor I zonës këtu. Nga personazh. Çfarë është? Një vjeç e gjysmë. Ta mërë quna, si jeni mirë? Shkemi. Me të gjitha vizimet edhe hyrjet e daljet edhe të gjitha lehtësirat e banorëve. Edhe në brendësi të bllokut është shtruar, edhe janë rekuperuar ato, po, aty ka qenë shumë e vështirë për të futur edhe për të dalë, janë rekuperuar të gjitha ato disnivelet që kishte rruga, edhe dëmtimet. Gjithashtu dhe rruga Pingule është vazhduar me të njëjtin investim, me të gjitha instalimet të vendosura poshtë në tokë, dhe pjesa e fundit që ka mbetur është ajo e mobilimit urban, siç po ju thoja, me koshat dhe me stolat për hapësira të banorëve. Pastaj aty lidhet me... Kjo është rruga Moskat, ajo që quhet rruga Moskat, dhe kalon pastaj tek Ismail Qemali. Një hapi tjetër do t'jetë punoj me fasadat. Juve na sugjeruat që nga vizitat e shkolla Edi Durham për të punuar pak me fasadat, që të keti çik harmoni edhe me shkollën e re, por edhe me lagjen që është e riparuar e rregulluar. Ajo zgjidhjen e re. Po. Që duke nga oborri I shkollës, nga pjesa e palestrës. Po shikoni bashkë aty. Mbaj mend se ka qenë kjo rruga që ishte shumë e vështirë të dilje, sepse ishte shumë e dëmtuar, me gjitha punimet që janë bërë, tani ka dhe trotuarin që s'ka pasur përpara. Bukur që ajo dinë shumë bukur. Vazhdon e gjithë perimetri të rrugës. O brace! Brace, ku je? Ka të tjerë Ka marrë bashkë me kryetaren në detyrë të bashkisë. O, brace, na tregon e gjë, valla. Si jemi këtu, si duket situata? Ne kemi mbaruar thuajse disa xhiro me organizatat e partisë. Ne kemi bërë komplet, të gjitha. Dhe nga e hëna e tutje ne kemi 62 takime në popull. Nëse kemi lënë 62 takime për 96 qendrat e votimit që kemi. Përgjithsisht kemi synuar që të bëjmë në çdo qendër votimi takim. Aty ku qendrat e votimit janë pak më të vogla, do të thënë kemi bashkuar 2 në 1000, ose ku qendrat e votimit janë afër e ka dënësi banorësh, kemi synuar që bëjmë një takim për 2 qendra votimit. Dhe këto na shkojnë deri në datën 18 prill. Do bëjmë 3-4 takime në ditë, dhe mbas dite 5, 6, 7 edhe 8 darkës në popull, përgjithsisht njerëzit në këtë kohë.
Kështu që Hapet dhe koha, besoj. Po, besoj që do hapet koha, por ne bëm një test, ja do si shkojmë, bëm këtë i bëm të hënën takimet në Kepallat me Shigjeta dhe ke Fantomie më larg. Kepallat me Shigjeta ishte kohë keqe, shumë në të dyja takimet, me shi shumë, por njerëzit ishin na pidhën aty, edhe me çadra ishin aty. Jashtë? Jashtë. Do takim jashtë me çfarë? Dhe shikoj edhe një herë Instagramin tim o burrë, se ne shikojmë Instagramin tim çdo ditë. Mund të shohësh edhe ti se bëhet çameti se tash ne shikojmë sy me çym sabah. Ty na shihet ti ne bëhet çameti. Domethënë jashtë me çadra domethënë. Jashtë dhe me çadër rinin njerëzit atje në shi. Në shi. Hapë me... Do dalin në isharë për ty. Po le dali mund të mund jam mësuar me këto. Më hapë. Ky që ishte do hapë tjetër. Ky ishte i pari që Pallat me Shigjeta. Ja, po ky është takim, mi ka ndaluar braqja këta në rrugë, i ka hyrë në qafë, këtu s'ka takim. Roberto, se Ky ti je takim i madh, dëshmitari. ky është pa çadra. Roberto, se ti je dëshmitari. Po çka me atë presion që i bën çfarë thot Berti. Domethënë, e gjithë struktura është vënë punë. Tani janë një 2-3 gjëra të vogla që ne na duhet me dormos. Për shembull, për Selidën kemi kërkuar vetëm një plan për legalizim. Janë 800 kërkesa, aplikimet familjeve në Selid për të legalizuar. Ne duam. I kemi kërkuar një plan që nga data 12 maj, kur ne vim në pushtet përsëri, e derisa të mbarojë 800 ta kemi të detajuar plan. Në Selid ka njerëz që s'u kanë bërë matje të fare. Ka njerëz që kanë marrë lejen e legalizimit ku kanë marrë certifikat të punësisë. Ka njerëz që kanë marrë lejen e legalizimit, kanë paguar dhe lekët dhe nuk kanë marrë certifikat të punësisë. Pra janë 3 tipologji të ndryshme. Dhe unë prandaj kërkova një plan. Se këto 2 të tjera janë të thjeshta, janë çështje burokratike të vetë kadastrës, që mund të zgjidhen shumë shpejt. Ka njerëz që kanë bërë shtëpi në vitet se është Nazmiu këtu, që është burri më i vjetër i asaj lagje. Tani kanë bërë njerëz në shtëpi që në vitet 70. Dhe kanë pa letra. Që në vitet 70. Dhe si mund të rri shtëpi pa letra? I është bllokuar, nuk bën dot asnjë ndryshim në shtëpi, nuk bën dot asnjë investim në shtëpi. Se s'ka letra. S'jep njëri leje për atë gjë. Tani si e bën? Kjo është e para dhe e kemi themelore këtë gjë. Iku dhe kjo. Tani kemi dy lagje që janë shumë interesante. Një është Irfan Tomini komplet, nga Pallati me Shigjeta deri sipër. Po të shikosh Deli Orgjin përballë, shikon polarizimin e tmerrshëm që është krijuar, atje e luks, këte është çfarë të them. Tani ato pallate atje janë ndërtuar 60 vjet përpara. Janë me para fabrikave. Kanë humbur çdo lloj. Nuk ma thanë. Aty në banorë. S'ma thanë. Po mi s'ka rëndësi, nuk janë figurë historike të tonë, këtu ka pas shpinë Milani. Po mi vëllë jeta një figurë historike. Tashi, ato prafabrikatet atje kanë marrë fund. Nga pikpamja e eficiencës së energjisë ato janë dramë. Po ma të skandalin e eficiencës së energjisë. Në verë është plasje, ata njerëzit atje duan që e gjithë lagja nga Pallati me Shigjeta, bëj me çfarë dush tani, ata s'ka asnjë problem. Po duke ardhur nga lart, nga poshtë lart, domethënë, ajo lagja të vishet bashkia ka bërë infrastrukturën toksore, atje është investuar, janë bërë rrugët, janë bërë gjëra, janë bërë mirë, domethënë, nuk kemi çfarë themi në atë aspekt. Është bërë një shkollë shumë e mirë 26 nëntori atje. Edhe atje ka nevojë për një kopësht, sepse kopshi që është sot nuk i përgjigjet më lagjes. Po them, duan riveshje të pallateve. Se ato unë nuk e di prishën dot më ato pallate apo jo, s'ke çaj bën, ti prishësh. Por edhe në konceptin e eficiencës së energjisë, edhe të marrë një pamje tjetër e gjithë ajo pjesë e hyrjes Tiranës. Me kranën dhe Çështja është që nuk e di nga i pamja teknike ato i vishen tamam ato sepse, Jo, pra fabrikatet jo. Janë shumë problematike për të rivesh ato. Që ja vesh kapotën, ato janë problematike, nuk ka. Unë mund ta shikojmë një herë. Aty mund bëhet në një gjë, nëse banorët janë dakord, aty mund bëhet në një gjë me prishje me ribërje që të bëhet më shumë që të dalë dhe investimi. Me çfarë me votus të parë? Sa votus për e parë ka këtu? 1600. Edhe si është situata e votus të parë? Ne ishim në 300 stafet të vetë kemi kontaktuar dhe kemi marrë, ku ja shkoi 247 që do votojnë për Partinë Socialiste.
Po kështu interes për të votuar kanë përgjithësi? Momentalisht me që është ky vija që është gjëja e re dhe janë shtyrë për të votuar dhe neve jemi shumë të pritur për të pritur edhe për të folur me ta për pjesën se si do adresohen, si do kalim procesin e votimit. Kontakte me ta në shkolla e bëni apo në shtëpi? Në anë të rrezave shoqërore ose gjimnazeve, ku jemi koordinatorët e gjimnazeve dhe universiteteve të Kafshët. Kemi dy gjimnazet, Petroninën dhe Besiksytën, ku tek Petronini janë Aeroni dhe Gjolina. Po me në universitete? Jam unë, të visi, që unë jam të arkitektura të Politeknik, dhe të visi të juridiku. Po studentët si janë kanë interes të votojnë? Kanë? Unë flasë për arkitekturën dhe unë Politeknikun që adresohen më shumë për të votuar, por vitparistët. Për pjesët e viteve më shumë dhe nuk kam një lloj. Kush vitparistët? Pjesët për Kush janë vitparistët? Po tjerë si quhen? vitëtistët, vitëtistët. Ato në vitparistët e kanë datë. Ska tjerë pastaj, tjerë është dëra. Po ju çfarë po bëni këtu ju? Po me emigrantët si jemi? Të verë. Ha? Migrantët mirë. Jemi kënaqur me pjesën e regjistrimeve. 5745 të regjistruar për gjithë Shqipërinë nga njësija 5, 2400 për Tiranën dhe 1883 për njësinë 5 të regjistruar. Kur ishte kulmi i regjistrimeve, kishte një dukuri në WhatsApp-et e njësisë 5. Kishte mesazh nga Denada në 12 natës dhe mesazh nga Erioni në orën 7 çarek mëngjesit. Veç mesazheve gjatë ditës, domethënë kishte raportimi dhe organizimi i punës. Denada vazhdon të deri në 2 natës. Vazhdon edhe me Amerikën. Në Amerikën etj. Kemi ndihmuar edhe pjesën e ka qenë në periudhën e regjistrimit të emigrantëve, ka qenë besoj flinte 2-3 orë në ditë, dhe ka qenë non-stop. Nuk e di nëse njësit e tjera kanë të fatë, por pjesa e ka top diasporën. Pjesa në fakt të akoma. Po disojmë votimin, çfarë bëjmë? Po, jemi të organizuar, jemi të motivuar, sfidën e kemi përpara. Aktualisht, për sa përket censusit që është bërë nga gjitha organizatat e njësisë 5, patronazhistët. E përruar që kemi si njësi që na është dhënë para sa ditësh për 22.905 votat majta për njësinë 5. Aktualisht nga censusi i bërë deri tani kemi 19.753 votat majta PS1 sigurta le të themi, kurse PS-ja totale është 24.327 votat evidentuara nga gjitha organizatat, nga patronazhistët. Këtu nuk është futur akoma censusi i diasporës. Sa kemi pas në mes të njësit? 19.966, 19.855. 19.855 ka qenë 2 mes të njëshi, objektivi është 22.905. Dhe jemi optimist sepse censusi është dinamik. 22.000 ca Bashkë me diaspora, po, bashkë me diaspora. Ndërkohë që, siç u thash, PS1 është rritur numri votuesve? është rritur 73.700 jemi sot. 96 qendra votimi. Sa mi votues më shumë janë? Rreth 4.000. 4.000 votues. Edhe pritet që të ketë edhe ne kemi bërë llogaritjen e objektivit mbi bazë të përqindjes së votuesve 2021 dhe përqindjen e votave socialiste. Dhe presim nga njësia 5, 22.905, 23.000 po themi. Besojmë që është e arritshme, puna me diasporën është shumë e mirë, tani dhe me diasporën jemi duke bërë edhe ministrat e fundit. Besojmë që njësia 5 se ka këtë rezultat, sepse edhe fal angazhimit në strukturë fantastike të shtuar, ta janë duke punuar gjithë, janë 37 deleguar, janë gjithë terrenin, pra kemi mbullim territorial, po dhe strukturat janë fuqizuar dhe 190 kryetarë, si bashkëkryetarë, pra ka një angazhim në terren shumë të madh, jemi të bindur se rezultati do të jetë mirë. Pra jemi në pritshmëri, kurse si objektiv territorial pa diasporën jemi tek 20.700 vota. E 700.
Kontakti është komuna, është universitare, është zona e Vestshantos, Keshit, është Berina që është kjo zona e fillimit të komunës, Po ju të hajnë ku mbërë shpine që bëndë, no? Në fakt, Zedi më ka dubluar shumë këtu në territor, se duke qenë se për mua ka që fakt dalje nga njësia pes, duke ndjekur atë shtrirje në komunitetit tim, kam pas nevojë për dikush që merret edhe me pjesën brenda njësisë. Kemi një strukturë të konsoliduar me kryetar të rinj dhe jo shumë të moshuar, po kemi dhe të moshuar për eksperiencë. Struktura është 190 bashkëkryetar, kryetar plus koordinatorët e grave plus preshin plus gjitha, plus 40 gati të deleguar dhe themi se jemi një superstrukturë. Angazhimi është maksimal. Atinaja është vendit ku është kësaj lagje komunës. Berina është në kufi me komunën edhe ke... Anita është ke zona Vestshantos, Keshit ku të kemë në Ermali është në universitar. Është sigur këtu lartë. Ilir Bello është nga kockat e Partisë Socialiste është poshtë tek Fantomizmi. Aspasiana është këtu tek zona e Art Turbinës, Shushita e Kemenau. Nazmi unë doja ta prezantoja sepse kam kockën e fortë të Selidës. Është besak e njeh. Okej, të njeh Nazmi. Si të njohë më qatë? Po mi më regu për të shpash gjonë. Po mi bënda Kemi 700 të mirë, zotë kryeministër, dhe që më të janë të dy të sistemit, dhe të me atë, që kanë punuar bashkë. Është dhe piro ati administratori. Dhe administratori. Struktura në qendër është funksionale dhe kjo është shumë e rëndësishme. Komunikimi me gjithë deleguarit është shumë i shpejt. Çdo lloj problematike lidhe me sistemin djemtë janë gati, patjetër leta unë çdo kush tjetër. Kështu që informacionet janë të shpërndara në reale. Besoj që jemi shumë mirë. Kemi organizuar 7 rajone, me që gjëja është shumë e madhe, e kemi coptuar. Zërë se janë 7 punësi elektorale. E kemi ndërtuar me 7 rajone dhe kemi mbledhur 7 rajone, është bërë më e menaxhueshme në këtë formë, për mbledhim kryetarët kryese për javë. Në nesër kemi mbledhjen përfundimtare që mbarojmë punë me letrat. Se është shumë e rëndësishme që dalim të takojmë. Mbarua censusin ju? Për ne më e rëndësishme është që nga censusi të nxjerrim listën e votuesve të PS-s. Që do të thotë, ne të kemi një listë paraprake nesër të votuesve të PS-s dhe pastaj në territor vazhdojmë shtojmë. Mos u ngopsh.